Si do t'i ruash gjithë këto produkte fshati që ke porositur? Kjo ishte pyetja që më erdhi më shumë nga të gjitha, kur patë se sa produkte fshati kam porositur, edhe si do t'i ruaj që t'i kem për një kohë të gjatë. Eja në t'u tregoj tani se si do t'i ruaj unë, si i kujdes do me thënë, që të kemi shumë kohë të hamë produkte bio, produkte fshati. Tani, unë këtu po u tregoj bamjet, bizelet, edhe fasulishtet, mashurka, si që më thate që i thoni në shumë zona, nuk ka rëndësi fare se si i thoni, rëndësi ka si të kujdesim sa më shumë që të hamë t'i hamë të freskëta, edhe bio. Tani, si që mund të shikoni unë fasulishteve po u pres anat edhe majat do me thënë. Në kjo se janë të gjata do t'i pres në dysh, në kjo se nuk janë të gjata do t'i lash si që janë. Bamjeve u preva kokët, do me thënë bishtin, që të qëndrojnë më të freskëta, edhe bizelet i hoqja nga lëvoshga edhe i lash ashtu kokra të vogla. I vura më njanë tani, këtu është rozmarina, kamomili, çaj që më erdhi nga produkte fshati, edhe po i lë që të thahen. Tek pjesa e dytë do t'u tregoj se si kujdes. Ciao!